Ju përshëndes përsëri, mund të themi që është një aksident I frikshëm, por fatmirësisht nuk kemi humbje jete. Shoferi ka shpëtuar mrekullisht, mund të themi, nga ky aksident, për shkak se aksidenti ka ndodhur në një nga zonat më të rrezikshme të qytetit Vlorës, është zona tek Kalaja, është një dishez ku në pjesën e poshtme të kësaj vendit ku ndodhem, është gati mbi 150 metra ku kjo kamionçin ka fluturuar dhe ka humbur kontrollin nga pjesa e rrugës dhe ka fluturuar në pjesën e plazhit ku ndodhemi aktualisht. Siç mund ta shikojmë në pamjet, kamionçina është totalisht e shkatruar. Fatmirësisht shoferi ka shpëtuar me disa dëme, menjëherë në vendin e ngjarjes kanë mbërritur trupat e forcave shqiponja, punojësit e qarkullimit rrugor Vlorë. Ata kanë qenë ata të parët që I kanë dhënë ndihmën e parë këtij shoferit, është dërguar menjëherë drejt spitalit rajonal të Vlorës, ku po merr ndihmën mjekësore. Ka disa dëmtime të lehta, por jo për të rrezikuar jetën, por dinamika e këtij aksidenti, mund të themi, është me të vërtetë e frikshme. E kuptoj, Alger, në fakt duhet më tregon pak, ndërkohë pak pamjen, sepse le të shërbej dhe kjo për të bërë një analizë bashkë, se për fatin e mirë ka ndodhur në dimër. Se larg qoftë kishte ndodhur në sezon turistik, do flisim ndryshe bashkë, sepse është një zonë që ka shumë turist, ka shumë njerëz që zgjedhin për të bërë plazh aty. Kështu që duhet gjetur një zgjidhje, bëjmë apele edhe për autoritetet ndoshta, po. Është një nga zonat më të kërkuara. Është një nga zonat më të frekuentuara në sezonin e bearit. Fatmirësisht sot nuk ka qenë e populluar dhe për shkak se këtu punohet aktualisht dhe fati ka qenë dhe me punëtorët e zonës për të cilët që punojnë në zonën e Lungomare 3, që punojnë për përfundimin e këtij investimit, nuk ka patur punëtor në këtë zonë. Kjo kamionçin ka fluturuar nga kjo pjesë ku shikojmë në pamje ku ndodhen aktualisht policat, ka humbur kontrollin në këtë dishez, ka godit bordurën ansore të trotuarit, të pjesës ku kalojnë pjesa e biçikletave dhe ka rënë në pjesën sipër këtij banaku, ka goditur pjesën e betonit dhe më pas ka bërë një rrotullim, ka përfunduar buzdetit, mund të themi. Janë mbi 150 metra me sy të lirë që mund ta shikojmë. Shoferi fatmirësisht ka shpëtuar, nuk ka patur dëmtime, siç mund ta shikojmë ka disa njolla gjaku, kanë qenë punojësit e policisë që kanë ndryrë menjëherë, që kanë thyer derën e automjetit për shkak se ishte e bllokuar për shkak të dëmtimeve të shumta që ka marrë në pjesën e përparme. Me anë të disa mjeteve kazma dhe disa pjesëve të tjera që kanë patur këta punojës me vete, kanë shpëtuar shoferin. Ai totalisht tani po merr ndihmën në spitalin rajonal të Vlorës. Mendohet që mund të ketë patur disa probleme në pjesën e frenimit të këtij automjeti në pjesën e rrugës, për shkak se në orët e para të kësaj dite ka patur rreshje shiu në qytetin e Vlorës dhe mund të ketë ndikuar në mos frenimin e këtij automjeti dhe humbjen kontrollit. Por mund të themi është dita me fat e këtij shoferi, është dita me fat për këtë shofer. Ajo çka themi mua më bëri përshtypje, po shikoja këtu në vendin e ngjarjes pasi ka ikur ekspertiza. Shikojmë që shoferi ka patur një ikon të shenjtë të varur në pjesën e makinës. Okej. Është nga ka qenë besimtar dhe fatmirësisht është nga figurat më dinjore të besimit të imamët. Po, imami. Imam Aliu mos gaboj, më korrigjo. Se dhe unë nuk jam shumë i saktë se nuk duhet të gaboj. Një nga imam, po më duket është imam. Okej. Po, është një nga udhëheqësit e imamëve, me sa kam informacion. Alger, ndërkohë, kjo është ajo çfarë shohim dhe ndërkohë, me që po shoh detin pas teje, duhet pyes pak edhe për atë fenomenin e çuditshëm që ndodhi para mbrëm. Alger, më dëgjon? Nuk e di. Më dëgjon Alger apo Alger? Okej. Merr pa kohën tënde të vendosesh, po. Po të dëgjoj. Perfekt. Kujdes mos lagesh nga dalë se pas ka det. Për baticën dhe zbaticat, për fenomenin e baticave dhe zbaticave, por që ishte ndryshe të këtë herë.
Po, më të themi që në zonën e radhimës ku unë kam dërguar dhe pamjet e ditës të djeshme, orët e para të mëngjesit kam parë dhe ka ndodhur një fenomen i pandodhur më parë në qytetin e Vlorës, për shkak se baticat dhe zbaticat këtë herë kanë patur një pozicion dhe një shtrirje më të madhe në pjesën e tokës. Në zonën e radhimës mund të themi që janë patur një ngritje të nivelit të detit mbi 1 metër e cas, siç na thonë dhe ekspertët dhe shefi i qendrës të peshkimit në radhim Sherif Dyrmishaj, që unë e kam marrë në një intervistë ditën e djeshme, na ka shpjeguar këtë fenomen në pjesën e territorit të qendrës të peshkimit të radhim, ka patur një ngritje të këtij niveli, mund të themi që ai na ka dërguar edhe disa video ku mund të themi që peshqit kanë dalë në pjesën e detit, siç mund ta shikojmë dhe në zonën e Kalas ku unë aktualisht ndodhem, ka patur një avancim të pjesës të detit dhe në pjesën e tokës, siç mund ta shikojmë, ka disa metra që deti ka avancuar në pjesën e plazhit. Kjo është herë e parë që ndodh në qytetin e Vlorës, ka që avancim i detit dhe në zonën e Lungomares ky fenomen është vënë re këto ditë për shkak të kësaj batice që themi unë që ka qenë një nga më të mëdha që ka ndodhur në qytetin e Vlorës dhe rritja e këtij niveli ka marrë dhe pjesë të plazhit të Lungomares, por ditën e sotme mund të themi që është shqetësuar pak dhe ka filluar pjesa e zbaticës, deti po triqet gradualisht në vendin ku mund të themi që qëndron gjithmonë. Por ka patur një ndikim, por nuk ka patur dëme të shumta, ka patur vetëm në këtë biznes që unë kam dërguar pamje, ka patur në pjesën e brendshme të këtij biznesi, ka patur për disa orë prezencë ujë, por më pas është trequr. Aktualisht është situata e qetë në qendrën e peshkimit të radhim. Okej, Alger, shumë faleminderit për gjithë ata që sot, të uroj edhe ty punë të mbar dhe javë të mbar.